Zbulohet maska që bën mrekulli me flokët tuaj, ja çfarë ju duhet. Secila grua dëshiron që të ketë floka aq të bukura sa ta bëjnë atë të duket e mrekullueshme. Shumë gra besojnë se me përdorimin e shpeshtë të produkteve për mirëmbajtjen e flokëve ato mund të rikthejnë bukurinë e flokëve të tyre. Dhe kjo është e gabuar. Prandaj ne këtu do t'ju sillim një maskë në kushte shtëpie që forcon rrënjët e flokëve tuaj dhe parandalon rrënjën e tyre. Ju duhet një lugë çaj kanellë, gjysmë filxhani vaj ulliri, një lugë çaj mjalt. Vendosni vajin e ullirit në një tigan të vogël dhe ngroheni pak. Më pas largoheni nga nxehtësia dhe vendoseni në një enë. Shtoni kanellën dhe mjaltin, përzieni mirë të gjithë përbërësit duke përdorur një lugë. Vendosni maskën në kokë dhe ndani flokët me krahër duke filluar vendosjen e maskës nga prapa përpara. Lëreni maskën të qëndrojë për 15 minuta dhe më pas lani flokët si zakonisht.